Salam aleikum, hoxh. Buri non-stop më thot fjalë të rënda, më prek në nder, në moral, më thot lavire, prostitut si t'ja bëj. Allah me uzoft këtë burë. Nëse ti e lavire prostitut, atëra është burë i lavirës e i prostitutës. Atëra është dëjuzi më i madh i dunjas që e man këtë grua. Po nëse ti nuk je ashtu, atëra është shpifsi më i madh. E shpifsi në dunja dhe në ahiret është i dënuar nga Allahu xhalla shanuhu. Çka me ndërmarrë? Nuk po du me të thonë me ndërmarrë diçka të caktuar, vetë Zoti u zoft ata. Zoti u zoft. Është turp një bashkërt të nënçmej gruën e vet deri në këtë nivel, e pastaj prap të jetoj me ta dhe t'ju thot njerëzve kjo është gruaja jame. E pastaj prap të flem me të njëjtin shtrat, e të bëj fëmijë me ta kur ai po i thot lavire dhe prostitut. Unë e di se ai nuk e beson këtë çka thot, por thjesht e thot nga budallakia, jo nga bindja, se po të ishe e tillë, ndoshta do të merrte veprime ose vendime më ekstreme dhe më të rënda. Por megjithatë, nëse i bjen kjo video atij ose të ngjashmeve me ta, edhe ndëgjojnë, i them tutjeni Allahut, se shpifja në Islam dënohet, spaku 80 shkopin duhet më u dënu mashkullit që shpif për gruën e vet, edhe pason pastaj edhe shkurorzimi, ndarja. Prandaj kjo është dënim në dunja, normal para ahiretit. E në botën tjetër nuk ka dyshim se ti përderisa je e ndershme edhe ai shpif për ty, është prej mëkateve të mëdha, maron se sa me pi alkool e ku e diçka nga gjënat e kësaj bote. Ty Allah të rujtë e motër, Allah të forcoft. Allah të forcoft me një burë të tillë.